Dhe të dashur miq, ashtu siç edhe tham në fillim, po flasim për fotografit, jo për ato që i ruajmë në telefona apo në mjete të ndryshme tonat, por për ato që dikur ruheshin me shumë kujdes në albume familjare, në korniza, apo edhe në ato kuti të cilat nuk ishin për fotografi, por që i ruanim ekskluzivisht që të vendosnim fotografit në tonë në mënyrë që kujdeseshim për jetëgjatësinë e tyre. Ne mund të kemi mirëja foto në telefonat tanë, por të gjithë jemi dëshmitarë të asaj që kur kemi një foto fizike, nëse mund të themi, në duar, ndjesia është më ndryshe, është tjetër. Dhe për të folur për fotografit, për kujtimet që ndërlidhen me të, për ndryshimin që ka pësuar vetë arti fotografis, kemi klasi që sot me një në studio të kemi artistin e fotografis, Burim Miftiu. Faleminderit shumë që jeni zot këtu. Faleminderit. Dhe rreth rëndësisë së fotografisë, rreth rëndësisë së saj edhe në aspektin social pra të shoqërisë, në një lidhje të drejtë për drejtë, kemi edhe sociologen Flaka Ymeri. Flaka, faleminderit shumë për kohën e dashur. Faleminderit juve. Dhe zotëri Miftiu, po ndërlidhe me këtë elementin që thash, për shembull, po besoj që këtë ditë më mirë të na tregosh edhe ju vetë, në të kaluarën kishim këto kutit e bombonave, të ëmbëlsirave, që ishin kryesisht nga metali. Edhe ishin si arka thesaresh me kujtime nga më të bukurat që kishim, e që ishin të shtypura në fotografi. Sot nuk i kemi këto arka, i kemi telefonat tonë të mençur, por foto pa fund, po që nuk e kanë të njëjtën ndjesi, nuk të krijojnë të njëjtën ndjesi si kur një foto e shtypur, e realizuar në një periudhë të saktuar të jetës sonë. Kam të drejtë? Po, absolutisht ajo kuti që thua ti është, e kemi pas një kuti të këmishës në familje, një kuti e kështu e këmishës e mbushur me fotografi, edhe ajo kuti e këmishës besoj, akoma është gjallë të vllau në Prizren. Edhe ai besoj që i mban gjitha ato fotografit e vjetra bardesi aty në për këto kutia të këpucve, apo kutia të këmishave për para ishin. Kutia magjike, ku ishte jeta jonë, ishin ato fotografit e jetës. Nisej familja për fotografi. Do të të shkonte... Ishte ceremoni në vetë? Ceremoni, pregatitje, dita e fotografisë. Të gjithë antarët të veshur, të pispillosur në studio fotografike, edhe fotografi nuk ishte vetëm ai që shkrepte fotografin, po ai që aranzhonte, ishte një, si të them, një artist edhe ai në studion e vetë. I rendiste antartë familjes, tregonte se kush kujt dorën t'ja hedh në shpinë, kush kenta përqafoj, kush kenta shikoj, edhe në fund ajo shkrepja krijoi një fotografi e familjes, edhe ajo qëndronte pastaj me dekada, ndonjëherë edhe kornizoi, vendosej në mur, ndonjëherë mbaj në këto kuti, si kur dhe që thatë ju. Po, ato ishin ato fotografi që sot për fat të keq shumë rrallë i kemi, ose nuk i kemi, sepse sot fotografojmë shumë më shumë me këto teknologjit digitale, mirë po ato mbesin ose në memorie, ose në telefon, ose në telefonat tonë që ndodhë të prishën dhe mbesin aty. Ose në kompjuter, ose në monitor i shikojmë kombaskoj, postojmë, po mirë prapë këto media sociale tani janë edhe në një mënyrë si them paraqitjes fotografive online, edhe ajo ndihmon në një farë mënyrë të kthehemi kujtimeve të fotografisë. Po, ndryshoj. Do të të fotografia. Pra, mund themi që fotografia e sotme nuk e ka as për afër këtë peshën emocionale që kishte dikur në të kaluar. Nëse veç të flasim nisur nga riti që e përmendet që duhet pispillosësh e të kurohesh deri në detajin e fundit para se të shkoj në një studio fotografie. Po sot krijon shumë fotografi dhe varet se kush për çfarë krijon fotografi. Dikush, sikurse unë që jam, që kemi punuar përpara me film, edhe kemi punuar me ato aparate kuti, box camera, që të në view camera që ishin përpara, me atë pëlkurën që mbuloj koka, arsyeja ishte që të fokusohet mirë. Do të mbulimi i kokës ishte që të krijohet një dhomë e errët aty para syve, që të mund të fokusohet, të qartësohet fotografia para se shkrepe. Prandaj, kjo ceremoni e fotografimit merrte disa minuta para se të shkrepej. Dhe në ndërkohë,
fotografi mendonte se çka do të ketë në kuadër. A do të ketë ndonjë diçka që nuk duhet të jetë në kuadër apo do të ketë atë pamjen që e ka planifikuar. Prandaj ato fotografi shkrepeshin shumë më pak, po ishin shumë më të bukura edhe të punuara me kujdes. Sot ne krijojmë me mia fotografi, me 10.000 fotografi, me pajisje që i kemi, digitale, aparate, telefona, po çfarë do, sot edhe makinat, edhe veturat fotografojnë, e kanë kamerën edhe mund shkrep fotografia apo video. Edhe mirë po, do të thotë vëmendja, përgatitja për të krijuar një imazh, një fotografi është më e shkurtër dhe sikurse në nguti. Shumë në nguti realisht. Edhe nuk e di tani cila është më e arsyeshme. Në fotografi ka ndodhur një, si të them, revolucion. Fotografia tani është demokratike, është demokratizuar. Nuk është më privilegji një personi caktuar apo një familje që ka një aparat fotografik edhe mund të krijojë fotografi. Po fotografia sot është në xhep të çdo kuj, është në telefon, çdo kush ka një kamerë dhe mua më gëzon fakti se është, si të them, një demokraci. Çdo kush mund të postoj, krijoj një fotografi, të dallohet me atë fotografi, të merë lëvdata, të çmohet ajo më shumë, e kështu me radhë. Ka ndryshuar shumë. Po. Flaka, në krejt këtë ndryshim që ka pësuar, nëse mund të themi kështu fotografia, që të bëjmë një krahasim, ka ndryshuar edhe familja, shoqëria. Po besoj, do të mund të na elaboroni në mënyrë shumë të mirë këtë elementin që nëse ne dikur i kushtonim shumë vëmendje fotografisë, nuk kuptonte që ne kushtonim po ashtu shumë vëmendje njëri tjetrit në këtë procesin e bërjes ose të realizimit të fotografisë. Dhe sot është krejt ndryshe. Nuk ka rëndësi nëse dukesh mirë, nuk ka rëndësi nëse je në një moment të pakëndshëm, ose çfarë do qoftë. Nëse dua të bëj një fotografi, mund të bëj tani dhe kaq mjafton. Dëshira ime është të bëj një foto, pjesa tjetër pa ka rëndësi. Pra, edhe në aspektin emocional dhe shoqëror, fotografia kishte një rol shumë të rëndësishëm, po besoj, dhe vazhdon ta ketë edhe në ditët e sotme. Fotografia është një art në vete, atëherë unë prapë qëndroj nostalgjike fotografive cilat janë fizike dhe cilat janë kriju përmes filmit, sepse kujdesi edhe krejt ajo që ka na jem përgatit për një fotografi, unë e kujtoj fotografitë e shkollës kur i kem bërë dhe kem marrë lajmin 2-3 ditë përpara i mundu me zgjedhë rrobat më të mira ose vendin se ku kemi me dalë fotografi është kriju një emocion i veçantë se ju çdo herë ti ke pas atë emocion ose kur ke dashur me fotografu momentin ose me kriju çat moment nuk e ke pas mundësinë. Tash më duket pak se i ka hup ai emocioni për fotografi, sepse mënyra për marrë deri te fotografia është shumë e thjeshtë, ka evolu qatë shumë teknologjia, sa që në momentet është shumë mirë që mujna me i regjistru momentin kur ne dojmë. Mirë po, unë jam ende idhtare aty në fotografive nostalgjike që ndoshta jam kriju për fund vetë edhe ta kemi një fotografi familjare, që ende si tradite e vazhdojmë. Mirë po në aspektin psikologjik është shumë e rëndësishme që ti kapësh momentet edhe ti kujtosh pas një kohe. Për shembull fotografitë e vjetra sikur tash e cila është në kuadër bardhëze ose ato fotografitë e pushimeve verore që kanë qenë ato ftyrat në cilat i ka pengur dielli. Apo kanë qenë ato fotografi që të shkollës cilat janë kriju dikujna i kanë mbet flokët me një anë. Mirë po edhe ai emocioni se qysh jena rendit si që cekë edhe parafolsi, kam pas një emocion në vete që sa herë në tash i shikojmë, na rikthejnë atë emocionin e bukur. Për këtë arsye, unë kam shumë dëshirë që krejt këto fotografitë digitale të kthehen në këto fotografitë fizike, sepse edhe mundësitë ekzistojnë në mënyrë që të mos hupet emocioni, që është shumë i rëndësishëm, e sidomos për mirëqenien tonë. Për shembull, fotografitë cilat janë kriju më herët, edhe pse mund të jenë të zbehuna, mirë po e kanë atë originalitetin. Tash ke mundësi që të mos marrësh në kuadër apo të hjekësh në kuadër çfarëdo që ke dëshirë, mirë po shpesh herë
kur ajo ka qenë në momentit edhe ka qenë origjinalja, gjithmonë e ka atë bukurinë në vete. Kështu që tashmë është shumë mirë që teknologjia ka avancuar edhe në momentet e lumtura, mirë po ndoshta edhe ato momentet që nuk na dhon emocione të mira, po kem dëshirë që t'i arkivojmë dikon, jo për ta ngjallur emocionin e mirë, po gjithherë t'i paraprim këtij emocioni të mirë, edhe sidomos të mbajmë ato kujtimet e fëmijërisë kanë shumë rëndësi, sepse duke rritur rrugët mund t'i ndajnë njerëzit në profilet e tyre, në jetrat e tyre, apo dhe mund të mos i kemi afër njerëz më të dashur, e sidomos kujtimet më të bukura krijohen në fëmijëri. Edhe ato buzëqeshje të cilat merren përmes fotografive, domos të fëmijëve, të cilat janë buzëqeshje shumë të sinqerta, është përjetimi i momentit, ajo të përcjell sa herë që ti e shikon fotografinë ke mundësi ta përjetosh emocionin e njëjtë. A mund themi që brezi sot në fakt po krijon më pak kujtime reale e thjesht po i ruan në një mënyrë më ndryshe, jo në këto kuti që i përmenda me zotrin Myftiju, por po i ruan në një ark tjetër, digjitale të themi. A ka ndryshuar kjo? Ka ndryshuar. Unë mendoj që sot ndoshta nuk krijon fotografitë për të mbajtur një kujtim apo një emocion, më shumë fotografia është bërë biznes, që ndoshta është edhe normale, mirë po për krijimin e emocioneve të bukura shumë pak më është fokusi, ose mund të organizohen fotosesione, mirë po ato krejt në mënyrë të digitalizuar, që ndoshta me një humbje të memorjes telefonit apo këtyre mënyrave digjitale edhe mund të humbasin ato kujtime. Momentin që fort ke parafolsi për atë ruajtjen klasike të atyre fotografive, memoria ime vetëm shpaloste fotografi të cilat kanë qenë më herët. Tash mu më kujtojshin fotografitë e mia që ndoshta janë me mia fotografi fizike që ku pas kohë i shpalosim, mirë po kur e sheh vetën apo atë rrethin familjar që ka jetuar ndoshta në një realitet krejtësisht tjetër nga sot, edhe pse na mundohemi me regjistru secilin moment, mirë po regjistrojmë vetëm si fotografi, shumë pak si emocion. E vërtet. Zotri Myftiju, derisa po flasim për fotografinë, për rëndësinë e saj, dua të bëj një përjashtim, duhet ndaj edhe unë një kujtim që është shumë i vlefshëm për mu kur flasim për fotografi. Në kohë lufte, po iknim nga shtëpia. Edhe nanat si nanat mundohet gjithmonë me marrë sa më shumë gjëra të cilat janë të nevojshme për familje, në një luftë, në një kohë lufte. Edhe kujtoj babën që thot, albumet e fotografive mos i haro. Albumet me fotografi mos i haro. Gjithçka tjetër mundemi me bë prej fillimi. Po ato foto, ato kujtime nuk mundemi me i kthy më. Pra, pesha e fotografisë është jashtëzakonisht e madhe. Dikur i kemi rujt në një formë tjetër, sot po i ruajmë në formë tjetër, por është një vlerë shumë e madhe që spari duhet me fillu prej familje, më pas edhe në aspektet të tjera shoqërore. Varet nëse po flasim për një ngjarje të rëndësishme, apo nëse po flasim për një moment të rëndësishëm në jetën e një personaliteti apo të shoqërisë në tërësi. Fotografia është jeta e njeriut, janë qaste të veçanta nga jeta e njeriut edhe vetëm nëpërmjet fotografive ne i kthejmë kujtimet tona. Ashtu sikurse edhe ju që thatë janë aset, janë vlerë emocionale. Edhe, si them shumë më shumë, është diçka që nuk kompenzohet, nuk zëvendësohet, nuk mund të blihet. Të gjitha tjerat mund të zëvendësohen, por kujtimet jo. Unë, si them, fotografia prej zbulimit të saj, ose është kultivu për dokumentuar, ose është kultivu për të shërbyer artit. Artistët janë marrë me fotografi artistike edhe me njërë prej fillimit ka filluar arti fotografik, edhe prej shtajhen e Weston, Adams e kështu me radhë, edhe fotografia pjesa tjetër e dokumentit. Tani, në këtë shekull digital, krejt është digitalizuar, mirë po, esenca është e njëjtë. Nuk është vetëm ai mediumi filmik, po është një senzor i cili regjistron
momentin, atë qastin, pjesën e sekondës, në një kujtim, në një përjetësi të pafund. Unë jam përkrahës shumë i zhvillimit teknologjik, i demokratizimit të fotografisë, sepse unë dua të shoh talent të rinj që mirën me fotografi, janë kreativ edhe kultivojnë, edhe nuk është privilegj vetëm i një grupi caktuar të fotografe të vjetër që monopolizojnë do të thotë fotografinë, sikurse ne jemi ata që jemi mjeshtër e ju të tjerët jo. Çdo kush mund të krijojë një fotografi të mrekullueshme. Por përkundër kësaj jam edhe klasik. Unë për shembull tash këtu në xhep kam një sekret, pasi u hap biseda, do të shfrytëzoj rastin, do t'ju tregoj një fotografi që e kam në kulet. Sepse njerëzit mbajnë, jo vetëm në kuti, po e mbajnë fotografi. Edhe unë kam ca në kulet. Mbajnë fotografi edhe në kulet. Ata marrë kuletën pak, ose a këthen veratit? Unë është një qast i do të të i vërtetësis, një qast emocional, ku unë e mbaj fotografinë në kulet të bashkëshortës time, të dashurës time, Ganimete, dhe ndoshta ajo asë që e din. Ganimete, po të maj ka në kulet. E bukur. Në fakt, unë kam një foto të tillë me vëllaun tim. Ok, më ktheva në kohë pak, më bërë me mendu për njerëz të tjerë të cilët jo gjithmonë i kemi afër fizikisht, por që shpirtërisht dhe madje edhe në formë fizike nëpërmjet fotove i mbajmë afër. Kjo është shumë klasike. Do thotë ta kesh një fotografi përpara janë krijuar qafore me një fotografi të vogël apo mënyra të ndryshme. Daguerreotipit për shembull, kur është zbulu fotografia, janë bërë daguerreotipi, do të thotë fotografi në kornis, aty për aty që mund të ekspozoheshin, të vendosishin në tavolinë apo diku në mall. Nuk i kemi bërë për Facebook, po për diku tjetër. Edhe kjo ngjarje para 150 viteve. Një lloj medimi tjetër. Keni fotografu shumë realitete në Kosovë, në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni një karrierë shumë të themi të gjatë edhe të suksesshme në fotografi. Nëse do të bënim një krahasim me periudha të ndryshme kohore, edhe fokusohemi tek fytyrat e njerëzve ndër vite, pra tek fytyrat e njerëzve që keni fotografuar, sa shumë ka ndryshuar? Njerëzit janë karaktere të ndryshme, do thotë, edhe qëllimi kur krijoj fotografi është që të fotografoj jo personin, po brendin e tij. Po të bëjt këtë pyetje duke u lidhur nga njerë sepse e dona mund ndihet ndryshe në një moment të caktuar, mund ndihet ndryshe në një moment tjetër, në një vend tjetër, pra periudhat nëpër të cilat njerëzimi ka kaluar. Është Henri Cartier-Bresson i cili definon këtë situatë me një teori të cilën ai zbaton të quhet decisive moment, momenti vendimtar. Edhe ai thoshte, një fotografi që është krijuar në moment vendimtar është një pjesë e sekondës dhe po të krijojë një fotografi para asaj apo pas asaj nuk do të jetë më. Do të thotë është ai momenti që nuk përsëritet. Prandaj unë në fotografinë time, në krijimtarinë time do të thotë shumë dekada, unë mundohem ta kap atë moment vendimtar ku një person është në një moment zen, është në një moment që as vetë nuk është prezent, një moment spontan. Pra nuk e ka mendjen të fotografia? Absolutisht, absolutisht. Sepse janë fotografë të studiove të cilët ti shkon edhe me vedi e fotografosh, mirë po... E dim se po shkon. Po, janë fotografë të rrugës, fotografë që miren me fotografi kreative. Dhe në fakt, këta që i quan si fotografë të rrugës, janë shumë të suksesshëm kohëve të fundit. Ka pa fundë për jetës sociale, faqe, llogaritë shumëta të cilat janë shumë të pëlqyera dhe të komentuara për njerëzve. Është jeta reale. Ata dalin në rrugë dhe regjistrojnë atë teatrin njerëzor, ku njerëzit jetojnë jetën e tyre si një shfaqje. E prezentojnë këtë fotografi që e përmendëm në fillim. Një teatr i madh, një shfaqje. Sepse jeta është një shfaqje. Është një teatr. E vërtet. Flaka, fotografojmë sot për të krijuar kujtime apo për të krijuar content ose, si me thonë, për të pasur më shumë materiale në rrjetet tona sociale? Me një fjalë, apo jetojmë më shumë për ta postuar momentin se sa me përjetu atë?
Fatkeqësisht që shumica e fotografive apo sesione fotografike që na sot i shohme është për ta postuar momentin, ndoshta ju për ta memorizuar apo ta krijuar një moment emocional për veten e vet për një kohë gjatë. Shumë mirë e tha parafolse se tash kur merrem nga perspektiva profesionale duhet edhe të praktikohet. Momenti kur fokusohet te fotografia gjithmonë nëse thirremi prej asaj praktike, na shohim që kur duhet me përsërit fotografi, asnjëherë nuk mund dalë siç ka qenë e para. Kështu që për mua do të kisha dashur që njerëz të krijojnë momente, emocione dhe jo diçka vetësa për ta postuar apo për treguar diçka të momentit. Sepse me të vërtetën mendoj që momenti duhet të jetohet, jo të postohet apo ta shohin të tjerët. Sepse ti do shkrihesh momentet për veten, se pas një kohe ti kur do marrësh kujtosh, do të jesh vetëm me veten tënde. Apo kur don ti të kujtosh njerëzit e tu, i kujton përmes atij emocionit edhe sakt përmes asaj ngjarjes cilën ti e ke përjetuar, ndoshta jo për të krijuar disa momente për të tjerët dhe ketë një realitet në atë fotografi. E kuptoj. Sa është e vështirë me kap këtë emocionin e personit, e njeriut, e ati që dëshiron, e ke në fokus të aparatit të? Po ju marrë një tjetër situatë. Unë ka 30 vite që fotografoj ceremonin e Sultan Nevruzit të dervishve në Një ceremoni është zakonisht e bukur, shumë e veçantë. Është një ritual ku ata vallëzojnë, luten Në ata fustanellat e bardha. Po, edhe ata gjatë vallëzimit edhe lutjes prej koncentrimit futen në një gjendje të mendjes që quhet trans, do të nuk janë... Një botë mistike. As në qiell, as në tokë. Dhe humbin veten, prandaj edhe kur shpohen me ato thika gjatë ceremonisë, nuk rrjedh gjak, edhe nuk ndin dhimbje. Tani, unë e kisha për detyrë që i parashtrova veti që të fotografoj gjendjen e transit të dervishit gjatë një rituali ceremoni të tyre, që ndodh me 20 janar një herë në vjet për mirë se ardhur pranverën, do të për... Edhe unë fotografoja në mesin e tyre. Ata lëviznin, vallëzonin, po edhe unë me aparat. Po unë si isha i vetëdijshëm. Ata e umbën veten do të në botën e tyre. Po as unë e sisha do të në vete. As unë nuk e kisha regjistruar se si kishin kaluar 2 orë prej fokusimit, prej përqëndrimit gjatë fotografimit. E pash veten kur një shok ma dërgoj një video i cili kishte bërë videon time duke fotografuar ata. Edhe u çudivet me vetveten, unë herë në tokë, herë bashkë me ata, herë kështu, herë atje. Ishte një situatë shumë absurde, një, si të them, transcendentale, një situatë që nuk spjegohet me fjalë. Bëjt një kalim edhe ju, derisa kalim nëse mund të thejnë. Gjërat, gjuha që flasë më së miri është fotografia. Dhe e bëni për mrekulli. Edhe, si të them, është përkushtim. Nëse përkushtohesh, do ta kesh një fotografi të veçantë. Nëse nuk përkushtohesh, nuk do t'jesh i rëndomt. Qëllimi është të jesh, të krijosh gjëra që nuk janë bërë, nuk janë krijuar deri tani, të jenë të veçanta. Edhe dikush që s'merr vesh nga do të thotë kompozicioni apo kombinimi apo si them, të afrohet edhe tërheq një fotografi thotë këtu ka diçka që më tërheq, mirë po nuk di as vet pse. Nuk e kupton arsyeën pse ka këtë tërheqje. Armiku i artit është indiferenca kur ti kalon pranë ndonjë pamje imazhi edhe thu, sa bukur edhe pas 3 sekondave ti haron. Ndonjë perëndim të diellit, diçka i rëndom. Mirë po nëse një pamje, një pikturë apo fotografi të ngulit para vetit, edhe të mban para vetit, edhe ti parashtron 1000 pyetje vetit, atëherë ajo do thotë ka atë thellësinë.
Ti aty e she edhe për kushtimin e artistit, e she për kushtimin e krijuesit. Do të flasim edhe pak për fotografinë, por është hapësira miqve tonë afaristë të cilën ne respektojmë. Arifja na i kërkon ato në vazhdimësi me përpikmëri kohën kur duhet të prezantojmë marketingun dhe më pas, pra do të rikthehemi që të flasim edhe më tej për fotografinë. Kemi na tregu cili është momenti më i veçantë që të ka mbetë në mendje kështu të një fotografie që ke realizuar, përveç këtij që ka të bëjë me dervishët. Po flasim edhe më tej për fotografinë. Një pyetje të fundit, Flaka, ekziston mundësia reale që në një periudhë jo shumë të gjatë kohore të kemi një zhdukje të themit të traditës së ruajtjes ose më mirë të themi të krijimit të albumeve familjare në formë fizike, pra atyre që ne i kemi të fëmirisë tonë, por që për fat keq fëmijët tonë, nëse mund të themi për fat keq fëmijët tonë sot nuk i kanë. Në fakt keqësisht në atë viteve të fundit apo këtë kohën e fundit po e shohmi që fotografia apo sesioni fotografik u kthyn në diçka individuale dhe po preferojnë që ato momentet i krijojnë për veten e tyre, ato momentet e tyre apo të kujtimet e tyre, sikur ka filluar të zbehet kjo tradita e fotografive familjare, që unë kisha inkuraju që secilin me ju kthy kësaj tradite për arsye të krijimit të momentit të përjetshëm. Nëse nuk mundesh më ose nuk e ke mundësinë kryesh ato momente me rrethin, me familjen, atëherë të paktën të kesh kujtime të bukura, sepse kjo është shumë e mirë për aspektin emocional, individual dhe atë aspektin shoqëror, sepse koncepti i të qenurit një kujtim i bukur me familjen nuk mund të zaventohet me asgjë. Asnjë moment i bukur që ti mund të kalosh apo mund të jetë i rëndësishëm për ty, po secilët momente të rëndësishme ne i krijojmë me njerëzit e tonë të afërt dhe dashur. Kështu që është mirë që kjo traditë që nga fëmiria të kenë kujtime, nëse nuk kanë kujtime për të ndarë me të tjerët, të paktën t'i krijojnë ato kujtime të ato momentet që nga fëmiria deri në periudhën e moshës së shtyr, të kenë momente të bukura, që në raste të veçanta apo dhe pasardhësit të jetë një kulturë e mirë se si kanë funksionuar apo si ka qenë jeta e tyre në disa momente. Faleminderit shumë, Flaka. Faleminderit juve. Thash që do të na tregosh për fotografinë që të kalon gjurmën më të madhe emocionale, nëse veç flasim për krejt të vite karrierë, për krejt të vite prezentime të ndryshme, fotografi, Kosovë, Shqipëri, Ballkan, Evropë, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kujo tjetër. Ke një moment që të mund të ndaje me ne? Ka disa, do të qaste kur njeriu ballafaqohet me një surrealizëm, me një situatë paspjegueshme. Të them një situatë në Milano, në Itali. Isha në tramvaj edhe binte shi. U fut një gru me një vajzë të vogël, 5 vjeçare në tramvaj, u kap për atë hekurin para meje, unë isha i ulur. Edhe kur u kthy ajo, do të ishte me shpinë, kur u kthy ka unë para meje, e hapi këtë pullat këto përpara, doli një foshnje prej gjoksit, një foshnje që flinte kështu, adhin me dorë, sikur se në ato ikona biblike dikur. E ajo me një kapel, pikon të ujë prej kapele, sikur se murgesh ajo dukej, nuk e di tani. Edhe një vajzë e vogël. Unë tentova ta nxjerr aparatin prej xhepit, mirë po në to llovit madhe tramvajit merr diçysh pa lidhje, edhe ta fotografoj, edhe unë dal tramvaji, ajo doli. Unë mbas një stacione dola edhe vazhdova të ecë nëpër shi duke akuzu veten se pse nuk shkrepa, pse nuk fotografova. Ishte një moment që rrallë ndodh, një pamje biblike, një pamje të them mesianike, magjike. Edhe unë dala, kaluan 2 orë,
prita një tramvaj, shkova në një stacion tjetër, edhe në tramvajin e tretë u futa, një prej aty në tramvajve të vjetër që janë ato të drunit karika edhe janë përballë njëra tjetrës. Ula brenda, binte shi, sa e ngrita kokën, ajo gru ishte përballë meje. Me atë vajzën edhe me atë beben në gjoks. Ajo pamje për mu ishte trishtuese, sepse s'kisha tani përgjegje se si erdhi ajo në atë tramvajin tjetër. Para meje. Ajo sikurse, si të them, ranga qielli që ta krijoj një mundësi të dytë ta krijoj fotografin. Edhe unë e nxora aparatin edhe ishte një dritë shumë e dopt, fotografova, shkrepa, 1, 2, mas pari para se të shkrep, i kërkova leje, thash, sepse prej frikës që do të refuzon, i thash vetëm, madam, your family, you so nice, so beautiful. Kisha frikë që mos kështu. Ajo, adin thash, a mund të fotografoj? Ajo vetëm, sikur se në një gjendje të menduar thellë, adin vesh lëkundi pak kokën kështu, edhe vazhdoj të ri kështu, si Gjakonda, si me duar kështu, si Mona Lisa, si Madonna. Prandaj e quajta atë fotografi Madonna. Unë shkrepa disa herë edhe dola nga tramvaj, edhe sot e kësaj dite nuk di se si ndodhi ajo, por nuk jam njeri që jam religios shumë, besoj në Zot, por në këto mirakullat i marrë me rezervë, mirë po ja që... Unë besoj që ndodhin. Unë besoj shumë që ndodhin. Nuk e di. Sot e kësaj dita ajo është një prej fotografive të mia ikonike, edhe e kam quajtur edhe Madonna nga Milano. Edhe e kam ekspozuar në 2 ekspozitat të fundit, një në Tiranë, në Piramidën e Tiranës, në galerinë e gocat e artit kontemporan. Dhe mjak si situata ndodhin ndonjëherë rrallë, po situata... Mrekullit ndodhin rrallë. Ska spjegim. E vërtet. Zotri Miftiu, jemi në minutat e fundit të kësaj bisede dhe nuk mund të mos e përmendim elementin që është ndërma aktual kur flasim për fotografit, për videot, për pamjet që shohim në televizor, në rrjetet tona sociale, ku jo tjetër, që ndërlidhet me inteligjencën artificiale. Sa po e rrezikon fotografin inteligjenca artificiale? Kur them sa po e rrezikon, nuk kuptoj me krejt këto manipulimet që po i bën fotografisë, në besueshmërinë që dikur kemi pasur në fotografi, sepse kur kemi parë një fotografi, ka qenë, si themi, pika, fundi, fjalisë dhe nuk mund thuash më asgjë tjetër. Sot nuk është më ashtu. Inteligjenca artificiale e krijimi i imazheve me inteligjencë nuk e rrezikon fotografin kreative, rrezikon vetëm fotografin dokumentare, sepse mund të mos përdoret më imazhi si dëshmi, apo për arsye të manipulimeve që ajo i bën. Fotografia e AI është një pamje, nuk është më fotografi, por është një krijim artificial, një prodhim, si të them, një kombinim. Mirë po, asnjëherë nuk mund të rrezikoj fotografin kreative. Sepse kur u zbulua fotografia, para gati 200 viteve, frikën më të madhe e kishin piktorët. Se ata mendonin se do të mbesim pa bukë. Sepse deri atëherë bënin portrete, e tani një aparat fotografik e bën një portret perfekt, edhe mirë po e panë më vonë që nuk e rrezikon. Ajo fotografia pas zbulimit i ndihmoi piktorët që të realizojnë portrete edhe më të mira. Sot e kësaj dite janë... Pra thua që edhe inteligjenca artificiale do t'i dalë në ndihmë fotografisë? Absolutisht, inteligjenca artificiale është një mrekulli e këtij shekulli. Unë jam shumë i lumtur që ajo u zbulua dhe ekziston, sepse për mua kurse në kohën time, për shumë sende. Për shembull, ishte një artikull në revistë, thoshte shkencëtarët konsumonin shumë kohë për shkruajtur projekt propozime për ulumtimet e tyre edhe mbetej shumë pak kohë për ulumtime. Për ulumtime më pas, shumë e vërtet. AI e bën projektin, ata vetëm koncentrohen edhe përqendrohen në këto ulumtime. Prandaj, edhe për mua është një lehtësim, shumë punë sekondare edhe dorë të djathtë e kam AI.
sigurisht. Jo për fotografi, jo kam për krijimin e imazheve. Po për bërë këtë projektin që e përmendëm. Po, padyshim. Zotëri Mifteu, kënaqësi shumë e madhe që të patëm sot në Bonbon. Faleminderit shumë për kujtimet dhe emocionet që ndave sot me ne. Edhe unë ju falenderoj. Lutem. Respekt.